të vllazëri do më shku studente, 3 muaj vetes me punu në Gjermani. A llogaritën udhëtar që më bëni, do shku namazin të obligimin, ai kanë obligim xhuman. Xhuman e kanë obligim në çdo rast, edhe nëse janë udhëtar, sipas shumicës së ulemave domethënë, ka disa ulema thonë që nëse është udhëtar nuk e bie xhumaja, po ata zakonisht perëndim s'kanë edhe xhamia afër. Varet për vendit, po nëse shkojnë në vende për shembull qyteza të vogla ose fshatra me banorë punon, aty s'ka dhe xhamia ndoshta. Nëse shkojnë 3 muaj fiks edhe kanë banim të caktuar, ditë kanë me banu, ditë kanë me punu, nuk janë udhëtar. Ata domethënë, ama nëse s'ditë kanë me banu dhe s'ditë kanë me punu, kanë me qenë lëvizje, atë komun me llogaritën si udhëtar. Varet domethënë për kësaj. A ka qenë rezident në një vend, ka pas banesën e njohur, aty ka me jetu 3 muaj, edhe ditë punë ka në bërë, atëherë merr trajtimin e vendasit. Nëse jo, ka me lëviz vazhdimisht, atëherë është udhëtar. Nuk është domethënë vendas. Edhe për shembull çka të kam banesën, si udhëtar. Po, ti nëse ki banesën në Shkup, ti je vendan. Edhe atje që ki shtëpi, edhe atje me bërë. Ti vetëm rrugës mund është me shkutu namazin e në vëshku. Kur vish të Shkup edhe njëtit me nejt, je në shpitonë. Ama nëse ti je i Shkupit, ama s'ki shtëpi në Shkup. S'ki shtëpi. Mund, dush me jetë të migja, të daja për shembull, aftën të tezja, të hallat, atje ti je misafir, se s'ki vend tanë. Ama nëse ki shtëpi në tonë, atje ti je në vend tanë edhe do më përvejt është vendas Shkup, edhe në Oslo përvejt është vendas, se atje ki shtëpi, këtu ki shtëpi.